Gjatë takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Luksemburg, shefja e diplomacisë gjermane, Annalena Baerbock, i riktheu vëmendjen Ballkanit Perëndimor, duke e konsideruar integrimin e rajonit si një domosdoshmëri për paqen dhe stabilitetin në kontinent. Në Europë nuk mund të lejojmë më zona gri. Thellimi i procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor, sidomos në kohën kur lufta në Ukrainë vijon, është një politikë europiane në shërbim të paqes, deklaroi Baerbock. Në fokus të diskutimeve ishin edhe bisedimet me përfaqësues të Shqipërisë, lidhur me ecurinë e saj drejt Bashkimit Evropian. Kryediplomatja gjermane u shpreh se është koha për një hap të madh përpara në rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit. Edhe pse perspektiva e zgjerimit është hapur prej më shumë se 2 dekadash për vendet e rajonit, përpjekjet e aktorëve si Rusia dhe Kina për të rritur influencën në Ballkan kanë rritur ndjeshmërinë e Brukselit, që tashmë duket se po përpiqet të japë një impuls të ri procesit të antarësimit.